Mirëdita. Të dashur qytetarë dhe qytetarë. Dita e djeshme faktoj para seciliit prej jush, para të gjithë shqiptarëve, para komunitetit ndërkombëtar dhe mbar botës, se gjykata kushtetuese e Shqipërisë është strofulla e fundit e hajdutëve tuaj. Në një akt ekstrem vetëposhtrimi, ata të cilët kushtetuta i përcakton si garant të saj dhe i ka vendosur në pjedestalin më të lartë të piramidës pushtetit gjyqësor, ata po faktojnë para syve tuaj se janë strofulla e fundit e hajdutëve të narkoshtetit. Ata zotëri dhe zonja natyrisht jo të gjithë, se këtu nuk mund të mos vlerësoj qëndrime korrekte të ndonjërit prej tyre, dëshmojnë se janë të gatshëm jo të mbrojnë ligjin, kushtetutën dhe interesat tuaja, por të shkelmojnë mbi ligjin, kushtetutën dhe dignitetin moralin e vetë. Vetëm e vetëm për zbatuar përullësisht, për zbatuar në mënyrën më kriminale urdhrat e Edi Ramës. Kësaj here nuk kam pyetur se cili apo cila kërkoi zgjatjen. Jo. Kjo ishte e treta herë. 3 herë me radhë ajo gjykat firmosi turpin e saj. Ajo gjykat dëshmoj se para ligjit, para interesit të një populli të tërë, para interesit të qindra mijëra fëmijëve shqiptar, që si pas të gjithë statistikave nuk ushqehen dot, si duhet. Para interesit të miliona shqiptarve që braktisin vend e tyre, sepse u shkatrohen vend të punës. Para interesit të mira smurve, që nuk marrin dot ilaçet e tyre sepse u vidhen parat e ilaçeve nga zyrtarët që këta mbrojnë. Po dhe para dignitetit të vendit. Këta janë turpi vendit, turpi kombit. Këta e bëjnë Shqipërinë hore para gjithë botës me këto qëndrime. Këta e bëjnë Shqipërinë një shtet hor, zuzar, që s'ka ligj as kushtetutë, dhe bëjnë vetëm për interesa personale. Kemi të bëjmë me një degradim të shkallës më të thellë që mund të ekzistojnë. Me ambiguitetin e tyre tregojnë se sa të pa karakter dhe të pa fytyrë janë,
se çfarë turp njerëzit përfaqësojnë. Është tjetër, kur ti haptas, merr anë dhe i del përpara të shohin fytyrën. Kurse këta pa fytyrë, marrin penë institucionin kryesor të drejtësisë, gjykatën kushtetuese. Tjetri ngrihet si një degenerat njerëzor, si ai nuk ka tjetër. Edhe ikën nga mbledhja, ikën nga takimi. Po ka turpe të tilla më të mëdha, sepse nxirret dosja e Olton Bistri, nga Olton Bistri. Ky është shteti që ndërtoi Edi Rama. Kjo është drejtësia që ndërtoi Edi Rama. Unë i them këto fjalë me një keqardhje shumë të thellë, por para jush qytetar nuk mund mos i them. Kur shoh se si shkëlmohen, kur shoh se si në përkëmbi ju, nga ata të cilët për ju dhe në emër tuaj duhet bëjnë të drejtën, ligjin, kushtetutën. Ju garantoj se standardi i tillë në botë nuk ekziston. Unë nuk them se ka qenë pa të mbeta gjykata kushtetuese, po kur nuk ka qenë e tillë. Edhe atër kur ka dhënë 37 vendime kundër qeverisime, ajo nuk ka qenë e tillë. Jo. Nuk ka qenë. Edhe atër kur në gjykat ishin antarët kryesisë Partisë Socialiste, nuk ka qenë e tillë. Sot ajo është në gjendje më të turpshme, më të miruar, me njerëzit më pa dinjitet që mund të bëhen. Nuk do hy këtu, unë mund t'i marrë një nga një dhe ta analizoj dhe shkaqet konkrete të qëndrimeve të djeshme, po jo, nuk do bëj. Është e kotë. Sepse më shumë se çdo shkak flet qëndrimi i tyre, flet paturpësia e tyre, zvarritjes të herë. Njerëz me të turpshëm për një detyrë se ata nuk ka. Po kjo është një fenomen. Ky është një fenomen. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo është krijesa e narkoshtetit. Ju e pasë si një javë më parë. Qeveria e drejtësisë dhe kryeministri i drejtësisë shkelmoi mi dokumenta zyrtare edhe të institucionit ti, edhe të vendit fshi, mbi ligjet dhe kushtetutën, në një akt pa ftyrësi ekstreme. Po pse kështu? Se i tillë është kryeministri i vendit. Se i tillë është kryeministri i vendit. Ndaj dhe ata sillen në këtë mënyrë na ju qytetarë. Ata janë në shkollë. Këta gjykatën kushtetuese, me nder gjykatës një pjesë e tyre, turp gjykatës një pjesë e tyre, këta janë me shkollë. Ose kanë fakultet juridik, ose kanë fakultetet tjera. Pra nuk janë njerëz të pa lexuar, po njerëz të zhveshur nga çdo moral ligjor, nga çdo moral zyrtari. Janë njerëz që shkelmojnë mbi ju si larva qytetarë. Janë njerëz që shkelmojnë mbi interesat tuaja. I them të gjitha këto vetëm në një qëllim, se ju jeni shpresë e fundit dhe vetëm e këtij vendi. Shikoni gjë ku ka arritur. Ju jeni shpresë e fundit dhe vetëm e këtij vendi. Prandaj të vazhdojmë. Të vazhdojmë me vendosmërinë më absolute, gjerën triumfin e moralit, e të drejtës, e legjimitetit, e dinjitetit të qytetarëve, interesit të tyre dhe të Shqipërisë. Faleminderit.
Zoti Berisha, në 10 shkurt ju do të mbani protestën e radhës kombëtare. A do të jetë kjo protestë e pandërprerë, duke cituar edhe atë se ju si çfarë keni thënë në daljet publike se qytetarët dhe demokratët kanë kërkuar ta zënë sheshin e mos ta lëshojnë më. Faleminderit. Gjithnjë e më i madh është numri i qytetarëve që kërkojnë një gjë të tillë. Unë i siguroj ata se kërkesën e tyre e konsideroj në të drejtën, shumë të drejtë, dhe se ajo në rastin më të parë të mundshëm do të zbatohet. Pra, është rruga, ata janë qytetarë të përgjegjshëm, që duan të përballen me këtë shtet të degraduar, të degeneruar në shkallë ekstreme. Po si mundet një gjykas kushtetues mos njej përgjegjësinë ligjore, mos njej përgjegjësi para qytetarëve, po bëhet stroflla e fundit e hajdutëve të tij. Vetëm fjala e qytetarëve më ka ngelur këtu. Dhe unë kam bindje se këtë betejë qytetarët do ta fitojnë. Do ta fitojnë. Nuk janë të pakt ata që po shkelmojnë mbi dinjitetin e tyre. Ata që si shushunja po u thithin gjakun çdo ditë. Por prap guximi qytetar, ndershmëria dhe morali qytetar është 100 herë më i fuqishëm se sa ata. Kështu që ne jemi, e kam deklaruar dhe deklaroj, tani kemi një objektiv, largimin e këtij armikut egër të qenjes shqiptarëve. Zoti Berisha, ndërsa ju kritikoni gjyqtarët nga këtu, kryeministri Edi Rama po kritikon gjyqtarët për pagat, për çështjen e gjykatën kushtetuese. Madje u ka sugjeruar të bëhen edhe parti politike, me qenë se duan t'i marrin 37 milion euro buxhetit të shtetit nëpërmjet vendimeve të gjykatës kushtetuese. Në rast se sipas jush gjyqtarët janë të Edi Ramës, atëherë pse po vijon kjo përplasje mes Edi Ramës dhe gjyqtarëve, por tani edhe prokurorëve? Tani që janë të Edi Ramës, lexoj që të gjithë janë temruar prej tij. Të gjithë pa përjashtim. Një që ishte nga Ilir Meta e përzun. Apo jo? E përzun. Çështja e pagave, unë e kam sqaruar. Pagat dhe piramida e pagave janë e drejtë absolute ekskluzive për të gjithë shtetin dhe institucionet e tij e ekzekutivit, përveç ndërmarrjeve publike, që funksionojnë me mekanizëm tjetër. Ndërtimi i piramidës pagave është një detyrë me shumë përgjegjësi dhe jashtëzakonisht e rëndësishme. Ndërtuesi i saj në piramidën e pagave pasqyron përparësitë që ka kombi në rrugën e zhvillimit. T'jap një shembull. Për qeverinë 2005-2013, me qenë se ishte në fund të shkallares pagave, u përparësuan arsimi dhe shtetësia dhe u nxorën në 1/3 e sipërme të shkallares. Përparësim. Sot janë në fund prap. Shif si janë sektorët. Cop të shkatruar. Vim të gjyqësori. Gjyqësori
ka patur në ligj të përcaktuar mënyrën ose normat dhe mënyrën e rritjes së pagave. Ligji imponon të qeverisë, mbasi e kishte votuar atë ligj, që të respekton të ligjin, por hirës vërtec. Në atë shkallare pagash, një prokuror i antikorrupsionit që në statistik reale ka qenë 3 herë më eficient se sa Troplini sotëm me statistik. Mirte gjithsejt po thuaj se 5 herë më pak se sa Altin Troplini sot. Mirte rreth 1.400-1.600 euro. Po kështu gjykatësit dhe asnjëherë nuk kishin shfaqur, ja ku janë të gjitha, asnjë pretendim. Pse? Ata kishin në ligj të sankcionuar se si u rriteshin rrogat atyre. Kam dash të bëj një ndërhyrje, në favor. Kam dash të bëj se kishte mundësi. Jo, thanë, ne kërkojmë, e kemi të mirë ligjin, sepse ligjin e kishin ndërtuar ata mbi bazën e eksperiencës, mbi bazën e meritës, kishin vu, nuk ishte një ligj, ishte një shumë mirë, dhe rriste çdo vit. Nuk ishte diskutim që ata nuk, domethënë, atyre u amortizoshin çdo vit pasojat e inflacionit. Po. Tani, çfarë bëri ky? Erdhi ky me vllahic dhe stër vllahic, përmbysi piramidën e pagave. Ky Shakaxhi, Zhgaravitus, që ka zero ide për shtetin, nuk kuptoj që po i vinë të kazmen. Po i vinë të kazmen në themel piramidës pagave, duke caktuar rrogat që i thoshte vllahica e cila raportet në komisioni i dërgonte nga zyra e tij, i mirte nga zyra e tij. Çdo gjykatës sot ka 100% të drejtë të mos pranojë piramidën ekzistuese. S'është çështja e niveleve. Është çështja sepse ky një prokurori në prokurorinë speciale i jep një rrogë 2 herë më të madhe se gjykatësit kushtetues. Ju më ndëgjuar çfarë thash për ta. Po prapë të s'mund ta bëj shteti. Shteti është detyruar t'i qëndrojë hierarkisë. Ka hierarki. Dhe kjo hierarki përcakton rrogën më të lartë në Republikën e Shqipërisë, presidenti i Republikës. Pastaj tjetri e tjetri me radhë. Kurse ky vetë ka votuar piramidën, vetë ka votuar në kushtetut, ligjin. Ç'po kërkojnë shoqata e gjyqtarëve dhe gjykatësit? Të zbatojnë ligjin. Prandaj dhe unë nuk do isha kurrë në mbështetje të tyre, po të mos ishte kjo. Ky ka përmbys piramidën, ky është përgjegjësi kryesor. Hajde zgjidhë tani, nuk luhet me piramidën e rrogave. Urdhë. Çfarë ndodh tani? Na thot pak, si do e zgjidh? Si do ta zgjidh?
ata kanë të drejtë e Zotit, kanë të drejtë e kushtetutës, kanë të drejtë e ligjit në pretendimin e tyre. Ndaj dhe ato të zeza që i bëri vendit e Dirama, ato duhet t'i paguaj 1 minutë më parë, të largohet. Kjo është e gjitha kjo. Nuk do të mbështesja unë, kur, por mbështes të drejtën. Mbështes të drejtën. E drejta është që piramida është përmbysur. Dhe është përmbysur vetëm për të paguar një grup mercenarësh për qëllime politike. Hajde zgjidhe tani. Hajde zgjidhe. Prokurori i përgjithshëm merr gjysmën e rrogës një prokurori në skap. Shtet është ky. Leck është ky, së shtet. Kur u bëra president Duqadishti, kisha një këshilltar unë. Këshilltari im me qenë se ishte ushtarak, mirë të një rrogë 60% më të lartë se unë. Po, eksakt. Kështu që këto janë miratër. Faleminderit.